Pestova. Do të thonë, si kompani është regjistruar në vitin 1991, ku proces pune ka qenë prodhimi i patatës dhe shitja patatës. Dhe kështu ka vazhduar deri në kohën e luftës. Gjatë luftës gjithçka është shkatërruar. Dhe pas luftës në vitin 99 kemi filluar nga zeroja. Por prap vazhdimësia e saj të parës, do të thonë prodhim dhe shitje e patatës për konsum. Në 2004 kemi filluar në procesin e përpunimit të patatës me një kapacitet 50 kg në orë, do të thonë me shumë sfida, me shumë probleme, po dal ngadalë të urrit. Nga viti i kaluar, do të thonë koriku i vitit kaluar, ne kemi instaluar linjën e re, që është prodhimi i vitit 2023. Është linja që thuajse për momentin e vetmja në region, është gjithçka automatike. Ka lehtësuar shumë procesin e prodhimit, është ngrit kualiteti dhe është ngrit sasia e cila prodhohet brenda ditës. Sot ne shpenzojmë diku 50 ton lëndë të parë për 24 orë, punohet 5 ditë javës, do të thonë nga e hona deri te premten, në 3 turna, kapaciteti arrin nga 700 deri në 1000 kg në orë. Produkt final. Pestova sot është në nivelin ku mbulon 70% të tregut, 67% të tregut vendor dhe jemi në thuajse në gjithë Evropën. Tu fillu prej regionit në Shqipëri, Maqedoni, jemi në Bullgari, Kroaci, Sloveni, Hungari, Austri, Gjermani, Francë, Suedi, Finland, Norvegji, do të thonë gjithkund në pjesën e brenda Bashkimit Evropian. Mbushën edhe depot për rujtje të patatës për kohë të gjatë. Nga fillimi i muajit nëntor, atëherë fillojmë të marrim patatën nga depot. Kompania tash ka 8 depo me kushte shumë të favorshme që në region pakund mund t'i gjesh, do të thonë gjithçka është automatike dhe përcillen vazhdimisht. Do të thonë aty janë 3 parametra që duhet të ketë shumë kujdes, do të thonë është temperatura e rujtjes, lagështia relative e ajrit edhe sasia e dioksidit të karbonit. Do të thonë këto depo, patatja ruhet në mënyrë automatike, mirë po gjithmonë në vëzhgimin e personave përgjegjës, të cilët duhet t'i përcjellin gjatë 24 orëve. Edhe në këto kushte, patatja ruhet deri në fund të muajit qershor, fillim të muajit korrik. Nga procesi i pranimit patatës deri në përpunim, deponim dhe shitje në për pikat, gjitha pikat në Kosovë. Kjo është pjesa që ka afërsisht 250 punëtor. Sfidat fillojnë që nga arat. Edhe janë sfida që janë të natyrës, që nuk mbaren nga ne. Edhe shpesh ndodh që janë të rrezikuar prej vërshimeve, prej thatësisë, prej smundjeve të ndryshme. Do të thonë sfidat më të mëdha janë atje. Edhe këtu e them me shumë përgjegjësi se çipsat prodhohen në ara. Nëse atje kem gabuar gjatë procesit prodhimit lëndës parë, është kod pjesa brenda. Do të thonë do të jetë sfida do të rriten shumë herë më tepër. Mirë, ne kemi punuar vazhdimisht në 2 drejtimet. Do të thonë edhe në përmirësimin e kushteve gjatë procesit prodhimit të patatës, edhe në pjesën e procesit të përpunimit. Ndryshimi ose dallimi që bën me produkte tjera që kryesisht importohen në vendin tonë, është se këtu e dim që është prodhuar në tokat tona, është fryzuar burimet ujore nga tokat tona, është punuar nga punëtorët tonë edhe përpunohet në Kosovë. Do të thonë gjithë cikli është brenda Kosovës. Pjesa më e rëndësishme është që konsumatorët e Kosovës e kanë pranuar me shumë dëshirë produktin që vetë prodhohet në Kosovë. Dhe ky është suksesi ose pika kyçe që ne kemi pas suksesin, tu ashtu tani pjesën tjetër të përkushtimit dhe punës tonë të vazhdueshme. Planet e së ardhmes janë që të rritet sasia e produktit i cili prodhohet në kompaninë Pestova të jetë 30% në eksport,
për afërsisht tash janë 70-30, domethënë 70 është pjesa vendore dhe 30 është në eksport, po gjithmonë tendenca është që përqindja në eksport të ngritet.